është ndjerë tek qytetarët, që kam ndjerë unë të paktën, por edhe nga ndjekja që kam bërë në media, ka qenë një lloj shpresa tek shumë opozitarë. Brenda familjes politike? Pa diskutim, edhe te kampi djathtë është parë si një, po themi, një element i shtuar, një lojtar shtesë që u aq padrejtisht nga loja në zgjedhjet e kaluara, apo për një vit nga fush betejë politike. Kështu që sa më shumë luftëtar të ketë në betejë, aq më mirë është për, po themi, për gjithë, edhe për kolegët në Partinë Demokratike. Kështu që këtë e shoh, siç edhe unë mendoj të njëjtën gjë, që sa më shumë personalitete dhe figura të ketë politik që bëjnë betejë është mirë. Jam përpjekur gjatë gjithë kohës në Partinë Demokratike që të krijoj hapësira për individ, për personalitete që vinë nga jashtë politikës, por që po themi e kanë backgroundin e dur profesional për të përfshirë në parti. Të njëjtën gjë kam bërë në zonat ku kam qenë, të njëjtën gjë kam bërë në sa ka mundur në sferat e larta të vendimarrjes në Partinë Demokratike, kështu që besoj që është lehtësim, po themi, edhe për kolegët që ka sa më shumë aktorë që bëjnë betejë. Qartë. Të kam parë në rrjetet sociale, ke patur takime të shumta, takime masive me qytetarët në ato zona ku e ke prekur terrenin, ke qenë drejtues politik në disa fushata dhe shoh që ata po e përqafojnë afrimin dhe prezencën tënde. Do të vazhdojnë në rang kombëtar, do të vazhdojnë në këtë bashki ku do të kemi zgjedhje të pjesëshme vendore, cili është plani? Unë kam pasur detyrim që të bëj takime me qindra apo mijëra njerëz që më kanë mbështetur, qoftë po themi nëpërmjet formave të ndryshme të reagimit në media apo në rrjetet sociale, apo qoftë edhe në letra të shkruara, në mesazhe të çuara nëpërmjet kolegëve deputet apo avokatit në periudhën që kam qenë në izolim, kështu që jam fokusuar tek takimet me ata njerëz të cilët dhe jo vetëm kanë mbështetur mua personalisht, por kanë bërë dhe bëjnë betejë për Partinë Demokratike. Me njerëz që ju dhëmb Partia Demokratike, po themi njësoj si mua apo si kolegë të tjerë të cilët e shohin Partinë Demokratike si një aset jo vetëm në vetvete për demokratët, por edhe një aset për të bërë ndryshimin e qeverisjes dhe ndryshime në shoqëri. Kam pas aktivitete disa publike, shumë jo publike. Ne kam qenë edhe më moderuar në daljet në media për shkak të aktivitetit, po themi, të ngjeshur në takime personale apo në takime, po themi, edhe më të mëdha, siç kam qenë së fundmi në Korçë para 2 ditësh, duke takuar miq, drejtuesit e partisë, të cilët, po themi, kam bashkëpunuar gjatë. Është një lëvizje që nëse pra është lëvizje, s'pari lëvizje fizike, por çdo lëvizje fizike duket si lëvizje politike, në fakt për shkak të pritshmërisë që kanë njerëzit, dhe më vjen mirë që ka edhe këtë vëmendje. Në takimet jo formale nuk po ndodhin takime politike, biseda për të bërë një grup politik, por që kanë kontribut në popullat, tek votuesit ata e duan, por në pozit nuk jeni ashtë favorshëm apo thënë ndryshe nuk jeni në parlament. Unë edhe po të shkoj në për ato që quhen se bebe në gjuhë popullore, do flitet për politikë, pra nuk shmanget do të që çfarë do lloj takimi, apo po të shkoj të luaj, po të shkoj kalçej do të luaj, prapë do flitet para se ty, apo kur dalim do flitet për politikë. Por kjo është e pashmangshme që ne flasim për politikë sepse është investim njerëzor dhe politik i jetës i qindra mijëra njerëzve në Partinë Demokratike. Kjo nuk shmanget, por besoj që nuk të jep, për të përgjigj pyetjes dytë, nuk të jep, po themi, peshën politike parlamenti. Unë kam qenë 2013-2017 kur jam bashkuar në opozit me Partinë Demokratike. Të paktën po flasim për pjesën publike dhe të aktivitetit publik, dhe gjatë gjithë periudhës unë kam qenë, po themi, ta le më të jem fare, domethënë modest, kam qenë më aktiv se shumë prej deputetëve të asaj periudhe, kështu që nuk të jep në opozit, nuk të jep pozicioni, po themi, as peshën politike dhe as aktivitetin, të jep angazhimi jot. Është ndryshe nga qeverisja. Pa diskutim që është një padrejtësi, sepse do ishte edhe një betejë tjetër, po themi, elektorale, përveç se mandatit që mu grabit, po, besoj, dhe nga ana tjetër unë jam në kryesi të Partisë Demokratike, jam në Partinë Demokratike gjatë gjithë kohës dhe besoj që do bëj gjithçka mundem që Partia Demokratike të jetë në nivelet e saj më të mira dhe që Shqipëria të ketë shumë shpejt ndryshim. Besoj e presin shumë qytetarë.